Agim, kam të pyetje, kam përbashkët, po kam një pyetje që lidhet me faktin çfarë ndodhi në Maqedoni. Në një event me tri, në një sallë të madhe, ku vdiqën shumë vete me radhë. Çfarë bëhet me sallat ku ka aktivitet, ku ka tubime të ndryshme me radhë? A i keni nën kontroll? E dyta, a janë pajisur me mjetet zjarrtësisë domosdoshme të shërbimit të parë direkt? Sepse unë vere një qedim skandaloz, domethënë, vetëm kur ndodh. Atëherë kur ndodh futet në burg edhe ministri i Brendshëm. Tani çfarë ndodh? Ju në cilën sa ndikoni ju te ky fakt? Gjergj, ne po flas për zonën e territorit të Mirditës, për Lezhën, se kam fetit as diskotekë. Jo, po do na e thoj, sepse këtu ka diskoteka më shumë. Ti bashkë bisedu në Rrëshen për masat mbrojtësve për ambientet publike. Po. Ne kemi shkollat, qerdhet, kopshtet, pallati i kulturës, si Milot bashkë. Salla e madhe, pallati i sportit. Pallati i sportit. Këto i kanë masat, ne kemi pa bashkë, i kanë edhe qerdhet, çdo objekt i ri që avon në Mirdit, objekt publik. Me prezencë të shtuar të njerëzve. Këto i kanë masat mbrojtëse. Pra, ke këto sprinkler që hedhin ujë, tek dyrë që dyrë do të jenë me dy hapje edhe të jetë me hapje të jashtme, jetë hapje të mreqme, marrim shkas nga Maqedonia. Rasti s'mund të thush diskoteka jo e Maqedonisë. Shufit fosisht 1000-2000 persona në një grumull baruti, pa dyrë, edhe ndodhi ajo që ndodhi në Maqedoni. Po.